Banalesë, ju lutem, banalesë aty. Etën e jënora ka e në dhirë në gjitha të gjenë për të rritë të nërda një që ka një në qatë ordin këtë rritë. Ju lutemi pak manal. Sa manal për shkak të mosës të mëdha. Le të ketë vend për të gjithë. Ajo mosa atë që të shkojnë djatë. Sa ma djatët.
Nalt le të vendoset mos. Kovena. Samanat. Ju lutem mos ta vetni afër për hir familjes. Ullën me pa këtu të gjithë dhe të qojnë. Nëse ban pak më qekë, në konë. Jo, pa njët, po, me gjatë trobës. Hoje, ku po shkani? Shtyni pak manej. Të dashur nxënës, I dashur I Halit, në këtë të bim të përmatshëm ka ardhur tër Kosova në lëptëmirën të endit të fundit. Dhemja është e madhe që ta marrin jetën plumbat e armikut, ashtu si ta vranë babajnë para 53 vjetëve, kur ti ishe 3 muaj. Sikur po na përsëritet historia, sikur po na lindin breze me të njëjtin fat. Të vranë para nxënësve edhe sot I ke përpara të gjithë nxënësit. Sot nuk kanë sjell as libra as fletore, kanë sjell vetëm latë. Dhe lutem mos I qërto, se janë plot dhemje, plot atë dashuri, por edhe plot urrëtie për armikun se I ka lënë pa mësues. Asnjëherë nuk do të harrojnë atë ditë mësimi në cilën e mbajtën në xhamonin e blindave dhe në flakën e predhave. Atë ditë mësuan shumë, mësuan se këto malet e Drenicës dinë të ndizin flak si dikur. Nëse ban pak më qekë, në konë. Por një ditë, nga gjeni këtij populli, lindi ushtria për shërimin e Kosovës si e vetmja forcë serioze për realizimin e idealeve. UÇK-ja ka 4 vite që u vu në balë të luftës për shërimin e Kosovës. Kreu disa aksione shlimtare kundër pushtuzve, ju vu edhe balë forcave tona, vrau njerëz të pafajshëm, shtiu mbi shtëpi e shkolla.